Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe e ka nisur procesin e riorganizimit dhe reformave në parti, pasi dje kërkoi dorëheqje nga gjithë udhëheqësia, fshir edhe gjithë kryesinë ekzekutive. Ky veprim i Filipçes vjen vetëm një muaj pas zgjedhjeve lokale, në të cilat LSDM doli me rezultat të dobët. Pas 2 orësh debat në selinë e partisë mbrëm vonë, ku ai kërkoi dorëheqje kolektive, Filipçe theksoi se megjithatë nuk do të ketë zëvendësim të plot, por një freskim si të nënkryetarët ashtu edhe në kryesinë ekzekutive. Го прифатија предлогот да едноставно се направи тој чин на формално мора поединечна оставка, а јас понатаму име овластија да јас понатаму во разговор со секој еден од нив, вклучувајќи и луѓето кои што досега беа во извршниот одбор, меѓутоа и други луѓе, заеднички направиме едно освежување на тимот. Разговаравме за активностите на партијата во следниот период, за предлог постулатите на новата програма и начинот како таа ќе ја презентираме пред граѓаните и пред партиските членови. Nga VMRO DPMN komentohet se dorëheqja duhej të vinte pikërisht nga Filipçe. Се додека Филипче бара одговорност од другите, членови и на извршен одбор и подпредседатели и генерални секретари, а тој не поднесе оставка, партијата ниту ќе има кредибилитет, ниту ќе има легитимитет. Sa do të arrijë LSDM të ngrihet në këmbë me ndryshim të udhëheqësisë dhe vendosjen, siç tha vet Filipçe, të kuadrove të reja dhe të freskëta, apo a duhen hapa më konkret? Komunikologu Petar Arsovski thot se dorëheqjet janë të mira, sepse pas tyre duhet të pësojnë ndryshime më të thella dhe më thelbësore në parti, të cilët janë të domosdoshme. Очекува е добар, по смисла на тоа дека се отвора простор за посериозни промени во кадровските решенија, што може да им донесе подобар резултат понатака. Но тоа не ја завршува приказката. Таму следува односно резултатите упатуваат дека таму е потребна на некаква промена на идеологијата, односно политичката доктрина и политичката понуда, што е случај секаде со левицата во Европа. Потоа дека се потребни промени во организацијата и капацитетот за испорака на политики на партијата, па и во комуникацијата со јавноста. Arsovski shton se rezultati i dobët në zgjedhjet lokale nuk është arsyeja vendimtare për këtë veprim, pasi partia është në gjendje të vështirë tashmë për një periudhë të gjatë. Ai thotë se procesi i reformave nuk do të jetë i lehtë dhe nuk mund të kryhet në afat të shkurtër. Ndryshe, dorëheqja e parë në parti u dha nga nënkryetaria Ana Çupeska me njerë pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale. Pastaj dorëheqje dha edhe kandidati për kryetar të komunës së Karposhit dhe kryetari i organizatës komunale Konstantin Acevski, i cili edhe atëherë tha se dorëheqje duhet të japin edhe kryetari Filipçe dhe gjithë udhëheqësia e partisë.